Lëkundje të forta toke janë ndjerë rreth orës 20:45 minuta të mbrëmjes së 21 nëntorit në zonën naftmbajtëse të Marinzës. Kjo ka bërë që qindra banor të dalin dhe të protestojnë në 3 vende duke bllokuar për disa minuta aksin rrugor Fier-Berat, si nga kalimi nëpërmjet Zharrës, ashtu edhe nëpërmjet rrugës dytësore nga ana e Strumit. Lëkundjet e forta janë ndjerë jo vetëm në fshatrat Zharrës, Belin, Sheqishte, Verbas, por edhe në Fier, Patose, madje deri në qytetin bregdetar të Vlorës. Është dashur ndërhyrja e menjëhershme e policisë së Fierit që ka bërë të mundur hapjen e rrugës dhe normalizimin e qarkullimit rrugor. Është bërë një shpërthim shumë i madh dhe bile edhe nga divani na ka rrëzuar, na ka hedhur. Ky është një nga shpërthimet më të forta që kemi dëgjuar, se këta vazhdimisht bëjnë shpërthime të vogla, ne nuk jemi ndjer. Se edhe aq dim, po duke kaluar koha, po vinë sa më të mëdha. Të gjitha këto shtëpitë këtyre djemve këtu që shikoni, apo të Belinës edhe të Marinzës bashk, janë shembur të gjitha, edhe shteti nuk po vetë dorë mbi këta që të vinë, të shikojnë, të dëshpërblejnë njerëzit. Ne po kemi kaq vite që po ham erën e gazit këtu, edhe këta po shkaktojnë probleme në të gjitha vendin këtu. Kanë dalë njerëzit të protestojnë për lëkundjet që bëhen në zonën tonë. Sot është bërë një lëkundje e paparë. Nga të gjitha lëkundjet tjera, kjo është lëkundja më e fortë që ndodh këtu te ne. Njerëzit janë të gjithë jashtë. Po të shkosh në fshat, nuk hyn dot asnjëri në shtëpi. Kanë frikë të futen në shtëpi. Janë shamur shtëpit, janë qarë komplet shtëpit. Atëherë ne kërkojmë të vinë përfaqësues të firmës bankers, të vinë përfaqësues nga shteti, të na japi përgjigje kur do marrë fund kjo lëkundje toke. Ndërkohë, për të parë nga afër situatën në vendin ku ishin grumbulluar banorët, ka shkuar edhe prefekti i qarkut Xhevit Bushi. Leçoni familjarët, kush është në njeri që shtëpia apo banesa është pa banuar, do t'i evidentojmë me komision. Banorët e kësaj zone kanë protestuar duke akuzuar kompaninë e naftës Bankers, e cila ka kryer shpërthime, të cilat sipas tyre kanë bërë që të shkatërrohen banesat e tyre. Protestat kanë vijur edhe në fshatin Zharrës të komunës me të njëjtin emër. Ndryshe nga ajo e fshatit Marinzë, në këtë protest, nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar Zotit Çapo në Zharrës kishin bojkotuar mësimin për të grumbulluar me thirrje që adresoheshin kompanisë Bankers, e cila sipas tyre ishte shkaktarja e lëkundjeve të fuqishme të tokës. Për më shumë se 3 orë nxënësit e kësaj shkolle kanë bllokuar qarkullimin rrugor të automjeteve në rrugën kombëtare Fier-Berat. Shkolla është prishur. Ne kemi të drejtat tona. Me naftë, asnjëri nuk tregon analizat e vërteta. Ne i kemi me dëmtime. Të gjithë kanadiesit duhet të ikin. Për të pastruar Shqipërinë. Ja, për një Shqipëri të pastër, kanë nga mbrapa, e duam Shqipërinë. Problemet e vonda të natës, i tronditje, që kryetari i quan tronditje sismike. Ato janë nga kanadesi e të tronditje sismike. Drejtori i shkollës së mesme të bashkuar në Zharrës, Jani Shabani, u shpreh se nxënësit janë vetë organizuar dhe drejtuesit e shkollës nuk kanë qenë ndjeni për këtë protest. Janë të organizuar apo? Jo, absolutisht jo. Nuk janë të organizuar. Janë vetë organizuar. Më pas nxënësit protestuesi u drejtuan godinës së komunës Zharrës me thirrje të cilat kërkonin angazhimin e pushtetit lokal në zgjidhjen e problemit të lëkundjes së tokës, e cila sipas tyre ishte kthyer në fenomen shqetësues dhe të rrezikshëm për jetën